Gjithë ne do kemi tabelën për të parë pak më shumë edhe sfida tjera. Dua të përmend fakt Chelsea që mundi Napolin duke nxjerr edhe nga gara kampionët e Italisë. Mund cilësohet një tjetër dështim për Antonio Conten për të ndalur më pas edhe te sfida tjera që mund të përmendosh dhe vetë, çfarë ndoshta të bëri më shumë përshtypje mbrëm. Më tepër se sa një dështim për Conten, do të është një triumf i futbollit anglez dhe për këtë realisht më vjen mirë sepse për kundër asaj që luhet në kontinent, pra duke konsideruar ishull të madh Britanin, në Angli vjen të luhet futbollin nëse mund ta them bio. Është një futboll që meriton që të vlerësohet edhe jo thjesht në pikpamjen hedonistike, por edhe në pikpamjen rezultative. Dhe fakti që në 8 skuadrat që do vijojnë më tej, në 8 skuadrat e parë, 5 janë angleze. Dhe kemi edhe Newcastle që po ashtu mund të sigurojë dhe aspiron për një vend. Pikërisht. Në pjesën tjetër. Dhe në atë mes është Bayern nga Gjermania. Po, në vendin e dytë. Është kemi edhe Sporting Lisbonën, po, nëse Barcelona dhe një skuadër portugeze që është Sporting Lisbona. Ndërsa fakti që gjitha skuadrat italiane, përfshirë dhe Napoli që doli fare nga lufta, janë se tu është në atë 16 që do ndeshën njërë me tjetrin, tregon që gjërat nuk ecin mirë në kontinent. Dhe Gjermania me vetëm përballin qoftë edhe vetëm Anglinë. Mirë, po, me sa duket Napoli më shumë fokusin kryesor ka Serie A, kampionatin. Kështu duket, mbase është edhe i kënaqur me kaq. Ndërsa Inter dhe Juventus, meqense jemi te skuadrat italiane, si pe përballin brëm. Jo, sigurisht, Juventus i pati një paraqitje zhgënjyese, po i ndiqja pothuajse paralel dhe nuk ndonse nuk mund të flas në detaje, po kaq mund ta them që ishte një paraqitje zhgënjyese. Barazim 0-0. Ndërsa Interi është ai i përhershëm, skuadër që 0-2 edhe pse mund të ketë ndryshime siç pati në fillim, se kam parasysh që në minutat e futi armatën kryesore Kivu aty, është një skuadër që është mësuar me sallonin e Champions dhe ditë sillet. Mirë, ndërkohë Paris Saint-Germain, kampionët në fuqi, në fakt, të Champions League, i kemi aktualisht në vendin e 11, nëse nuk gaboj. Ndërkohë që në kampionat, në Ligën 1, ndryshe, patjetër paraqiten janë në vendin e parë, por Luis Enrique, ky trajner ka shumë i pëlqyer, i preferuar, edhe i vlerësuar që sërish nga çfarë po jepet nga mediat, do t'i besohet një projekt afatgjat i Paris Saint-Germain. A mund të kënaqet sipas jush me këtë renditje? Përfunduar mbrëm. Besoj që skuadra do ecë. Një trajner që realisht ka dhënë prova që është nga ata të konsiderojnë katedrës, nga ata që jo thjesht përgatisin një ndeshje, por nga ata që edhe